Përkujtohet në fshatin Gumenic të Selenicës, 82 vjetori themelimi të brigadës së 5 sulmuese. Në një aktivitet ku morën pjesë familjar të veteranëve, banor të zonës dhe përfaqësues të pushtetit lokal. Përgjatë aktivitetit të zhvilluar këtë të enjte në Gumenic, prezent ishte kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, i cili në fjalën e tij thotë se formimi dhe vepra e brigadës së 5 sulmuese tregon se populli e donte lirin. Bellaj thotë se lufta e brigadës së 5 sulmuese i dha jehon Labërisë dhe vendit ton. Ne pikërisht këtu në Gumenic, ku në 28 nëntor të vitit 1943 mori jetë brigada e 5, ku në krye të saj ishte Abbas Shehu. Kjo tregon edhe njerë që ky popull, në Gumenica dhe në gjithë Labërinë e donte lirin, ishte një popull luftarak që kërkonte atë që do një popull, do dinjitetin e tij. Brigada e 5 sulmuese ishte një nga brigadat ku i dha jehon jo vetëm Labërisë, por gjithë Shqipërisë. Lufta e saj shkoi deri në Sanxhak. Kjo tregon edhe një herë për madhështinë dhe heroizmin që bën ata djem, ata burra, ato gra, ato vajza, ku sakrifikuan gjën më të shtrenjtë, sakrifikuan jetën e tyre, ku në këmbim kërkonin vetëm një Shqipëri të lirë dhe të pavarur. Aktivitetin e ka përshëndetur edhe sekretari organizativ i Partisë Socialiste në Vlorë, Vullnet Bilbilaj. Bilbilaj në fjalën e tij, formimin dhe luftën e brigadës së 5 sulmuese e quan një histori të lavdishme të shkruar me gërma të arta. Bilbilaj në fjalën e tij jep edhe disa fakte mbi brigadën e 5 sulmuese, kontributin dhe luftën që ajo kreu për liri. Këtë histori të lavdishme të formimit të brigadës së 5 pikërisht këtu në Gumenic, në 28 nëntor 1943, një ditë historike që është edhe dita e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Disa fakte rreth kësaj brigade është brigada gjatë rrugës së saj për shlirimin e gjitha trevave që ajo luftoi, përshkoi gjithsej 3700 kilometra. I dha ateu 357 dëshmorë, nga të cilët 13 heroin të popullit dhe 2 heroina, dhe komandant të lavdishëm siç ishte Shefqet Peçi dhe komisarius Tikapo, Dervish Kali, zëvendës komandant dhe Manush Miftiu, të cilët përbënin dhe shtabin e brigadës. Viktor Osmënaj, kryetari i fshatit Gumenic, në rolin e të zotit të shtëpisë, tregon një pjesë të historisë së formimit të brigadës së 5 sulmuese, teksa nuk haron të vlerësoj luftën e përgjakshme dhe sakrificën për liri. 82 vjetorit të formimit të brigadës së 5 sulmuese, në kuadër të 81 vjetorit të çlirimit të Adheut. Më 28 nëntor 1943 në fshatin Gumenic u formua brigada 5 sulmuese. Baza e formimit të kësaj brigade është bashkimi i 2 batalioneve Alim Xhelo dhe Ismail Qemali, në një efektiv prej 500 vetash. Komandant u caktua Abbas Shehu dhe komisar Hysni Kapua. Komiteti Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Çlirimtare ka akorduar një certifikat mirënjohje e falënderimi për kryetarin e Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, për vëmendjen e treguar për zhvillimin e aktiviteteve në përkujtim të datave dhe ngjarjeve historike. Certifikate e cila është dorëzuar nga kreu i Komitetit të Qarkut Vlorë, Zeqir Ribaj. Ne si Komiteti Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Çlirimtare të Vlorës, në veçanti kryetari veterani Zeqir Ribaj, kemi ndjekur me vëmendje gjatë këtyre 2 vjetë gjysmë drejtimin e bashkisë nga shoku Nertil Bellaj. Edhe kemi vënë në duke dhe kemi vërejtur se ai i ka vlerësuar dhe i ka përkujtuar të gjitha ngjarjet e luftës nacionale çlirimtare me shumë vendosmëri dhe sinqeritet. Për këtë neve kemi vendosur që t'i japim dhe një certifikat falënderimi në emër të Komitetit Veteranëve të Luftës Nacionale Çlirimtare. Drejtuesi i organizatës veteranëve dhe pasardhësve të Lançit Nderi Kombit, Qarku Vlorë, i jep certifikat falënderimi Nertil Angel Bellaj, kryetari i Bashkisë Selenicë, biri denj i Labërisë, i shprehim mirënjohje dhe falënderimet tona për angazhimin tuaj vetjak dhe institucional, duke programuar e realizuar me përgjegjësi detale misionin e shenjtë për ruajtjen e vlerat e luftës nacionale çlirimtare.
Suksese të mëtejshme dhe urime më të mëdha.